Emri i saj është pak i dëgjuar për disa dhe për të tjerë fare. Ndonse pak kilometra larg Tiranës, fortesa e Përshqopit e periudhës ilire është pak të thuar se është monument i harruar. Shtegu që të çon drejt saj të lejon veç ta shohësh së largu, ndërsa ti afrohesh kësaj kalaje dhe varrit monumental aty pranë, duket si mision i pamundur. S'ka as shteg, e të kërkosh tjetër infrastrukturë duket e tepërt në këto kushte. Daton në fund të shekullit të 4 dhe fillim të shekullit të 3 para erës sonë, dhe studimet sqarojnë se i përket fisit Taulant. Thënë këtë, vlera e që ajo mbart është e posaçme. Megjithatë, me gjasë e pamjaftueshme për drejtuesit e trashëgimisë që ta bëjnë atë të arritshme për vizitorët. Ne prandaj bëjmë edhe këtë diskutim që të japim një shtys për të vizituar dhe për të treguar diçka në Tiranë. Domethënë Tirana të bëhet e vizitueshme jo vetëm si pjesë e kulturës së tanishme 50 vjetër. Them që me pak vullnet mund të realizohet. Duke ditur që Kalaj Petrelës nuk është as 300-400 metra që këtu afër, mund të kishim një tabelë atje poshtë, kishim një shteg më të fortë dhe më të hapur, dhe mund të kishim edhe ca turistë që do ta bënin të vizitueshme pastaj këtë. Ndaj pavarësisht kësaj, shtegu për të shkuar në Kala veç i tillë nuk është. E vetmja mënyrë për të shkuar në rrënojat e saj është kacavjerje në shkurret që kanë zaptuar edhe këtë shteg të improvizuar. Në Shqipëri nuk janë studiuar shumë kalat ilire, ose mirë pothuajse nuk janë gërmuar, se për të studiuar mund të jenë studiuar, por nuk janë bërë shumë gërmime arkeologjike. Më tepër ka pas interes gjithmonë gërmimet periudhës helene dhe romake, e sa periudha e lire. Nuk e dim dhe nuk ka asnjë lloj gërmimi për të na treguar ka qenë brenda me banesa apo ka qenë një fortesë tipike ku mund të ketë qenë rrugë kalimi dhe kjo ka ndihmuar për të mbrojtur të rrugën e kalimit që ka pas ekzistuar në atë kohë. Kështu, të ftosh turistët të vizitojnë një fortesë të periudhës ilire në Tiranë, fare pak kilometra larg qendrës së kryeqytetit, është si të qosh ata drejt një rruge të pamundur për të vizituar një monument të kategorisë së parë, siç është kjo kala, dhe varri monumental pranë saj. Andaj që vizitorët të mos jenë të rastësishëm, institucionet e qeverisjes qendrore dhe asaj vendore së paku një shteg duhet të hapin. Trashëgimia kulturore pa kufi, me nisë më bëje tënden, në këtë rast, e ka lëshuar sinjalin e saj sos për këdo. E tani duhet thjesht një shteg e infrastruktura minimale për këtë fortesë ilire të Tiranës.